S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë mbrëma, mirë se u gjetën. Quhem Kedis Bakalli dhe jam pastor një kishe këtu në Tiranë. Jam i sigurt që disa nga ju më njihni në fakt, por po prezantohem edhe për ata që nuk njohin. Unë desha ta filloj këtë takimin e sotëm me një pyetje. Edhe pyetja është kjo: sa nga ju e identifikoni veten me një gamer? Sa nga ju do thoni jeni një gamer? Unë të shikoj ca dur. Vetëm një? E dy. Statistikat në fakt thojnë që ka shumë më tepër gamers. Unë nuk jam vetë gamer në fakt, por jam babai i një gameri gati të pashërushëm. Ai në fakt kur ishte adoleshent, më mend në fakt që ne e dëgjonim nga dhoma tjetër duke bërtit në mënyrë pasionante për atë lojën që po bënte. E ishte aq shumë pasion në fakt sa që bërtitjet në gjoshin edhe poshtë te komshia. Edhe shkonim tek dhoma e tij dhe i thonim, shiko, ule pak zërin sepse po shqetëson edhe komshit. Por për te ishte e çuditshme si ta ul zërin, tu jemi në mes të një misionit. Sepse për juve që nuk jeni gamers në fakt, ka disa lojra që kanë një mision. Edhe duhet patjetër ta përmbushësh këtë misionin. Nëse nuk e përmbush të misionin, në fakt duket sikur bota u shem. Edhe disa nga këto lojra në fakt janë kaq pasionante sa që djali jon, Joeli, harronte të vinte edhe për drek. Kaq i zhytun ishte dhe thoshte, nuk mund ta lëm misionin mes. Tani, një ditë, në fakt për mua më pëlqen këto pjesa e gamers, në fakt sepse zakonisht në varësi të lojës, se ka lojra të ndryshme që kanë misione të ndryshme. Disa misione në fakt kërkojnë që të bashkëpunosh me gamers tjerë. Edhe nga i herë ndëgjonim djalin nga dhoma tjetër, duke fol anglisht me njerëz të ndryshëm, nga gjithë Europa. Sepse në fakt kur misioni është i madh, ti patjetër ke nevojë të lidhesh me dikë tjetër, bashkëpunosh me dikë tjetër. Kjo është natyra e lojrave. Një ditë e morëm këtë djalin tonë e tham ta çojmë në Budapest, se ne i po shkonim për punë, e morëm edhe atë me vete. Edhe atje në Budapest kishte një lojtar gamer që nuk e kishte taku asnjëherë fizikisht. Ishte hera e parë. Edhe çudia për mua në fakt ishte ta shikoje se si u lidhen të dy sikur ishin shok ngushtë sa vite. Arsye pse po i them këtë në fakt është sepse ka diçka te kjo bota e gamers, që në fakt po çuditem që nuk ka aq shumë këtu, që gamer zakonisht në fakt lidhen me njëri tjetrin edhe janë kaq pasionant ndaj misionit, sa që është tepër e veçantë fakt, i shikosh fakt pasioni, gëzimi që kanë fakt, zhurmat që kanë. E mora këtë djalin tim sa rrova t'ju them fakt, e çova tek një sallë lojrash. Sepse thash ta nxjerr pak nga shtëpia, ti qetësoj pak edhe komshit se u çmenden, duke dëgjuar shkum tek ajo salla e lojrave. Tani ne kemi një në shtëpi, po të shikoje 50 tjerë atje. Ishte sikur ta shumëzosh me 100 gjithë atë zhurmin e poterin e gëzimit, se nuk është zhurmë e keqe në fakt, por është një zhurmë e gëzimit, si ato njerëzit që janë gati duke luftu krah për krah me njëri tjetrin, shok ngushtë. Edhe kjo është e veçanta e gamers, por arsye pse po i them këtë në fakt është sepse këto gamers më kujtojnë pak a shumë kishën. Edhe ne si kish, si besimtar, jemi thirrur në një mision bashkë. Edhe misioni jonë në fakt është shumë herë më i madh se sa misionet që bëjnë këto gamers. Cili është misioni? Misioni në fakt është ta bëjmë Jezusin të njohur. Ky është misioni jonë. Jezusi përpara se të largohej, na dha një porosi që njihet sot si porosia e madhe. Edhe Jezusi tha në fakt, shkoni edhe bëni dishepuj në gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Ky është misioni jonë. Edhe sot në fakt doja që të shikonim pak bashkë cilat janë karakteristikat e një personit në mision. Edhe doja që në fund të këtij në fakt shikosh të analizosh veten tënde. A jam unë ky personi në mision? A jam unë ky gameri në këtë lojën ose në këtë fushën e misionit që Perëndia na ka thirrë? Tani Bibla është e mbushur plot me pasazhe në fakt që na kujtojnë që ne jemi në këtë mision, edhe 1 Pjetri për shembull thotë që njerëzit e Perëndisë janë ata të zgjedhurit, një priftëri mbretërore, një komb i shenjtë që është thirrë në mision. Pra, nëse je besimtar, Perëndia ka zgjedh.
je pjesë e kësaj loje, je pjesë e këtij misionit bashkë me Perëndin. Je i zgjedhur për këtë. Edhe ka shumë pasazhe në fakt të ndryshme, por sot doja të fokusohesha me ju tek një pasazh që për mua është shumë domethënës, edhe është nga 10 vjetër, tek Zanafilla 12, vargjet 1 deri në 4. Ndoshta janë këtu tek në ekran, por unë po i lexoj. Thot, por Zoti i tha Abramit, largohu nga vendi yt, nga të afërmit të tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do ta bëj emrin tënd të madh dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ato që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Atëherë Abrami u nis siç i kishte thënë Zoti dhe Loti shkoi me të. Abrami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Tani, ky parimi i parë në fakt i njerëzve që janë mision, janë ato njerëz në fakt që kur njerëzit që kanë pa Perëndin, që e shohin se kush është Perëndia, kur arrin ta kuptojnë fakt se kush është Perëndia në të vërtetë, transformohen në njerëz në mision. Kjo është parimi i parë në fakt. Nëse ti ke parë Perëndin, e ke kuptuar se kush është Perëndia në të vërtetë në fakt, ka diçka që ndodh më një herë brenda teje, ti je transformuar pa pritmas në një person mision. Këtë i ndodhi Abrahamit. Ta shikojmë Abrahamin. Abrahami sapo e kishte takuar Perëndin. Edhe pothuajse më një herë Perëndia i thotë Abraham, nisu. Akoma se kishte mbledh veten nga ajo eksperiencë me Perëndin fakt, edhe ishte 75 vjeç, edhe direkt në këtë takim fakt kur ai shikon Perëndin edhe përjeton Perëndin se kush është ai në të vërtetë, Perëndia i thotë nisu. Edhe Abrahami nuk e diskuton. Mbledh rraqet e tija, merr gruan, nipin, bakti edhe nisen për një vend që as nuk e dinin se ku po shkonin. Pse? Sepse ai kishte pa kush është Perëndia në të vërtetë. E nuk mund të rrinte në fakt pa u bin. Abrahami, e di që shumica për ju në fakt ndoshta thoni, okay, Abrahami është Abrahami, edhe është e vërtetë, Abrahami është Abrahami, por ka plot historitë e tilla. Për shembull, një tjetër është Mojsiu. Mojsiu besonte tek Perëndia, i lutej atij. Por është ky momenti në fakt tek Eksodi 3, kjo shkurrja që digjet por nuk konsumohet. Edhe ky është përjetimi i tij me Perëndin. Edhe përjetimi i tij është kaq i gjallë për të në fakt. E ç'a ndodh? Zoti aty i thot, shko tek faraoni. Po thujse më një herë, shko tek faraoni. Mojsiu u kthy në mënyrë të shpejtë në një person në mision. Tani ka pasazhe tjera në fakt, por dëshat na loje që edhe tek Dhjata e Re, në fakt, edhe Dhjata e Re është e mbushur me historitë e tilla. Për mua, një ndër historitë më të bukura është historia e Pietrit. Pietri e njihte Jezusin, ishte dishepull i Jezusit. Por tek Luka 5, në fakt shohim që dishepujt kishin qenë gjatë gjithë natës duke zënë peshk, por nuk kishin zënë asnjë. Edhe ky pasazh është fantastik në fakt. Ai thot Jezusi hyp në varg, edhe i thot për hatrin tim, thot, hajde shkojmë pak më thellë. E do doja që kësa rrallë ta hidhni rrjetën në krahun tjetër të vargës. Që në fakt për shumicën e peshkatarëve çfarë do të thotë kjo? Pse ta hedhim nga varga tjetër, nga ana tjetër, nga kjo anë. Por i bindën, shkojnë, e hedhin rrjetën, edhe Bibla thotë në fakt që u zu kaq shumë peshk sa që varga gati pafundosej. Edhe është ky moment në fakt që është shumë unik. Pietri e ka kuptuar në fakt që ai që është në varg është më shumë se sa një mësues. Është më shumë se sa një profet. Edhe është ky moment në fakt kur ai duket sikur ka pak nga lavdia e Perëndis tek Jezusi përmes kësaj ngjarje këtu. Nuk e di nëse ju e keni pa një film, është një film i viteve 80 që quhet Cocoon. Ka një që e ka pa, është i vjetër si film, vitit 85. Por historia është shumë e veçantë, fakt janë disa alien që është film fantashkencë. Janë disa alien që kanë ardhur në tokë dhe në vesh me trup njerëzor, si pleq duken, fakt. Edhe ky aktori kryesor në fakt e kupton në një moment fakt që ky personi, ky plaku nuk është njeri, por është alien. Edhe i thot, më trego kush je. Edhe është ky moment fantastik që më duket ne e kemi një copë klipit aty, por edhe nëse nuk e kemi, ky moment fakt ky alieni ul pak këtë
kapakun e syrit dhe del një rreze lavdijet edhe copës shumë e shkurtër. Pra ai ul këtë kapakun e del një rreze lavdijet, në fakt aty sa që ai aktori kryesor rrëzohet i trembur nga ajo që kishte pa. Më pëlqen ky film, në fakt, arsye pse e thash këtë është sepse më duket sikur Pietri ka pa diçka të ngjashme tek ajo varg atë ditë, në fakt. Atë ditë përjetoi edhe pau se kush është Jezusi në të vërtetë. Edhe ra në gjunjë edhe i tha largohu prej meje, Zot, sepse jam një njeri mëkatar. E ndoshta kjo është hera e parë në fakt që Pietri e kupton se kush është Jezusi. Edhe ç'a ndodh në fakt, Jezusi menjëherë e transformon këtë në peshkatar njerëzish. Sepse është një njëjti parim. Është një njëjti parim. Çdo njeri në fakt që ka përjetu edhe ka pa se kush është Perëndia, direkt transformohet në një person në besim. T'ju jep edhe një shembull të fundit, fakt, ndoshta po e jep këtë shembullin për ato që janë online, sepse audienca online zakonisht ka më shumë pyetje. Por nga Isaia, është nga Isaia. Isaia ishte profet i Zotit që ai e njifte Perëndin. Edhe Isaia ka këtë vegim ku shikon Perëndin mallështor në këtë vegim. Edhe Perëndia i thot, është një grup njerëzish atje që nuk kanë dëgjuar për mua. Edhe du që dikush të shkojnë të ky popull, por ky popull është qaf fort, është kokë fort. Nuk do pranojnë, në fakt, do të tallin, por du që dikush të shkojnë atje. Edhe Isaia që është atje duke pa mallështinë e Perëndisë, në fakt thot, ja ku jam. Më dërgo mua. I njëjti parim. Gjithandej, gjatë gjithë kohës në Bibël, në fakt, njerëzit që kanë pa Perëndinë, ata që kanë kuptuar se kush është Perëndia, direkt transformohen në njerëz në mision. Edhe ajo që është e veçantë, fakt e njerëzve në mision, fakt ajo që ndodh si pjesë e këtij transformimit, zvoglohet mënyra se si ti e shef veten edhe zmallohet mënyra se si ti e shikon të tjerët. Pra rritet perspektiva me pa nevojat e tjerëve, në fakt më shumë se sa nevojat tuaja. Pra kjo është ajo që ndodh në mënyrë të vazhdueshme, ku reduktohet fokusi vetëm tek vetja jote e ti fillon të shikon nevojat e tjerëve edhe je gati për të shërbyer. Pra kjo është ky lloj transformimit për cilin ne duke fol. Tani si lidhet kjo me ne sot? Kjo lidhet me ne në fakt sepse Jezusi tek Gjoni 17 është duke u lut, edhe tek lutja është shumë e veçantë. Fakt ai thot, ndërkohë që është duke u lut, Atit thot, ashtu siç më ke dërguar mua në botë, kështu po i dërgoj edhe ata në botë. Tani kush janë ata? Ata janë dishepujt, jemi ne. Njësoj si Ati ka dërgu Jezusin, Jezusi thot, po i dërgoj ata. Edhe një 5 vargje më sipër, ai thot në fakt që gëzimi i tyre të jetë i plot. Që gëzimi i tyre të jetë i plot në të. Tani askush nuk ka në gëzim më të madh deri në momentin kur je duke i shërbyer diçka që është më e madhe se sa vetja jote. Diçka që është më e madhe se sa interesi yt. Diçka më të madhe se sa karriera jote. Diçka më të madhe se sa vetëm gjërat e tua. Pra, për këtë lloj gëzimi të ka fjalën e Jezusit. Kur ti del përtej kësaj, përjeton një gëzim që ti se përjeton ndryshe. Është një histori vërtet, në fakt që mua gjithmonë kur më kujtohet, them, kjo është arsyeja pse jemi në këtë fushë misionit. Është një histori në fakt e një inxhinieri që shkon misionar në Kinë. Edhe ky është një ndër inxhinierët më të mirë në fakt në industrinë e naftës. Kur një kompani kineze merr vesh që ky inxhinieri kishte lviz në Kinë, i shkojnë edhe i ofrojnë një rrogë tepër të majme me shumë zero. Edhe ky inxhinieri thotë, nuk e pranoj. Mas pak kohësh i dërgon një kërkesë tjetër duke dyfishuar rrogën. Edhe ky e refuzon menjëherë. Ky presidenti i kompanisë naftës, që është tepër i çuditshëm, fakt si ka mundësi që dikush mund ta refuzojë një ofertë kaq të madhe, niset merr aeroplanin edhe shkon vetë ta takojnë. E i thotë, vlla, sa duhet me dhën ty për me pranu këtë punë. Edhe ky i thotë, nuk janë lekë thotë që po kërkoj. Nuk janë lekë që po kërkoj, thotë, por
puna është shumë e vogël në krahasim me këtë që kam. Lloji i punës është shumë i vogël në krahasim me këtë që kam. Sepse kur je duke shërbyer mretit të universit, puna është shumë herë më e madhe në fakt se sa të rregullosh tubat e naftës në Kinë. Edhe ky kuptim fakt vjen vetëm kur ne e kuptojmë fakt se kujt po i shërbej. Kur përballesh me Perëndin, sa herë që ti përballesh me Perëndin, sa herë që ti e kupton se kush është Perëndia në të vërtetë, kjo të transformon në një njeri në mision. Edhe ti redukton fokusin tek vetja jote, edhe fillon e zballon fokusin tek nevojat e tjerëve. Ky është një parim biblik që e shikojmë në mënyrë të vazhdueshme. Unë doja në fakt thjesht ta hedhja një pyetje reflektuese për ju. Si një njeri në mision që ti je, ndërsa mendon për njerëzit që ke rreth rrotull, në fakt që ndoshta nuk e njohin Jezusin. Kush është personi i parë që ty të vjen në mendje që do doje të shkoje për ta beku? Siç ndodhi me Abrahamin, ai la gjithçka për të shkuar dhe për të beku tjerë. Po në rrethin tonë, në njerëzit që ti ke, kush është ai person? Kush është personi i parë që të vjen në mendje? Parimi i dytë që doja të ndaja në fakt është që për me qenë bekim për tjerët, sepse Abrahami në fakt u nis për të beku tjerët, por ka një kosto. Ky është parimi i dytë, ka një kosto. Edhe nuk mund të jesh një bekim fakt vetëm nëse ti je gati për të pagu këtë koston e misionit. Tani kur Zoti e thirrri Abrahamin, thirrja fillon me një fjalë të thjeshtë për Abrahamin. Nisu. Largohu. Largohu nga vendi yt, largohu nga rahatia jote, largohu nga ajo që është e njohur. Pse? Për të qenë bekim për të tjerë. Edhe bekimi për të tjerë gjithmonë, siç e thash, vjen me një kosto. Kur Krishti erdhi, kishte një kosto që ai duhet pagunte për të bërë bekim për të tjerë. Pra ka një nisje, ka një dërgim. Edhe zakonisht kjo kosto mund të jetë koha, sepse njerëz do kërkojnë kohën tënde. Kur ti je nis për të shërbyer dikë tjetër, do të marrin kohë. Për disa do të duhet të dalësh nga ajo situata, nga ambienti i rehatisë ku je. Për disa do kërkojnë financa për të dhënë. Për disa tjetër mund të jetë një kosto financiare, por ka një kosto, misioni ka një kosto. Por është një kosto që ja vlen. Edhe vetë Jezusi në fakt zgjodhi një rrugë që ishte e kushtueshme për të në fakt. Edhe ai mund na kishte shpëtuar Jezusi nga distanca, por ai mori pikërisht këtë rrugë në fakt. Erdhi, i kushtoi atij vetëm për të na shërbyer ne, vetëm për të na shpëtuar ne, për të na nxjerrë nga mëkati në cilin ne ishim. Zoti në fakt brez pas brezit ka siguruar njerëz, në fakt unë kam pa, jam vazhdimisht i mahnitur nga mënyra se si Perëndia përdor njerëz të ndryshëm për të beku, i thret për thirrjet veçanta edhe i transformon në njerëz në mision në mënyra të jashtëzakonshme. Kam dëgjuar historinë fakt nga kisha juaj këtu. Edhe një histori që ishte freskët për mua ndërsa po përgatitesha për këtë në fakt, është historia e Adës. Ada, më falë që s'ka marrë leje ty për të pyet, por është për mirë, nuk është për keq. Sepse mu më ka bërë përshtypje, në fakt. Mu më ka bërë përshtypje, unë e maj me në Adën shumë kohë përpara që kur ishte studente, në fakt, por kur filloj punë tek banka, ishte në sytë e mi, ishte duke përparu në karrierë. Ishte shefe IT, edhe në një moment caktum, Perëndia thret për t'i shërbyer një grup i fëmijësh që janë disi të harrum, fëmijë me nevoje të ndryshme. Edhe më bëri shumë përshtypje në fakt që ajo në pak kohë, duke ndëgjuar më tepër nga Altin, në pak kohë marr vesh që Ada ka lënë gjithçka edhe është fokusuar me kohë plot për t'i shërbyer këtyre njerëzve. Me kohë plot. Edhe pyetja që unë kisha në fakt për Adën, që s'ja kam bërë asnjëherë, thash, Ada, i ke menduar mirë koston. Se ka kosto kjo punë. Kush do paguajnë për kredin e shtëpisë, kush do paguajnë për shkollën e për gjëra të tjera. Këto janë pyetje që i bëjmë ne si shqiptar në fakt. Por Perëndia ka qenë duke punu në sfond. Ai ka qenë duke hap rrugë, duke siguruar për nevojat e saj në forma të ndryshme dhe këtë verë e shikoj Adën duke fol tek Organizata e Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pse, në fakt? Sepse Perëndia, në fakt, është ai që i hape, i orkestron gjërat në formë të ndryshme dhe është gati për të bekuar ata njerëz që janë gati
për të marrë përsipër koston e misionit. Sepse ka një kosto, po është një kosto që ja vlen. Pika e tretë, edhe e fundit, është që kur ti e gati të bëhesh bekim për tjerë, Perëndia të bekon ty. Kur je gati të bëhesh bekim për tjerë, në fakt Perëndia të bekon ty. Edhe është ajo çfarë ndodhi me Abrahamin, në fakt për shkak se ai u bind, Perëndia bekoi kombët, edhe bekoi edhe Abrahamin. Është një poezi në fakt shumë e bukur që ishte mbështet fiks tek historia e Abrahamit, thash ta lexoj për juve, thotë: kur ti hap zemrën për të shkuar drejt njerëzve, Perëndia hap qiellin për të ardhur drejt teje. Kur ti e gati të sakrifikosh, Perëndia është gati të të mbush. Kur ti e gati të japësh, Perëndia është gati të derdhë mbi ty bekimin e tij. Edhe ky është një koncept i bukur në fakt në Bibël. Ky është një parim që e shohim vazhdimisht në Bibël. Kjo nuk është arsye pse ne shkojmë të bekojmë të tjerë në fakt në mënyrë që Perëndia na bekojë ne, por ndodh në mënyrë automatike. Kur ti je gati për të shku, për të bekuar njerëz të tjerë, kur je gati për të marrë koston, Perëndia të bekon. Edhe kjo ndodhi me Abrahamin. Tani, mendo pak edhe për Jezusin, pak kur fryma e shenjtë zbriti mbi të si plumb, dhe Ati tha, ky është biri im i dashur në cilin unë jam i kënaqur, kur ndodhi kjo në fakt? Kjo ndodhi në momentin kur Jezusi ishte gati të fillonte misionin e tij. Pikërisht në fillim, përpara sfidave, përpara udhëtimit, përpara kryqit. Kur ti je në mision, Perëndia të jep fuqinë e tij, e derdh fuqinë e tij në fakt e tij. Edhe Bibla thotë në fakt që ka dy lloj konfirmimesh që vijnë tek besimtari. Hebrejt 11 i përmend ta thotë, thuhet tek Hebrejt 11 thuhet se të moshmit morën dëshmi se i pëlqyen Perëndis. Po kush janë këta konfirmimet? Në fakt i pari është ky konfirmimi se ti je fëmijë i Perëndis. Edhe kjo është puna e Shpirtit Shenjtë. Në fakt Shpirti i Shenjtë ta konfirmon që ti je fëmia i Perëndis. Kurse konfirmimi i dytë në fakt ka të bëjnë me praninë e Perëndis, e Shpirtit Shenjtë në fakt që të përgatit ty për shërbes. Ja ta ilustroj këtë në fakt sepse më mend në fakt kur po ndaja ungjillin, ndoshta në herët e para me disa djem nga Lushnja. Edhe unë nuk e një nga Lushnjë që nga këtu. Do të kem kujdes çfarë flas. Është shumë interesant fakt, ato djemt ishin mjaft përgatitur, kishin mjaft pyetje të mira, edhe unë nuk jam i sigurt që isha që mund t'i ktheja përgjigje këtyre pyetjeve. Por ajo që ndjeva tek ai takim fakt ishte një prezencë e veçantë e Shpirtit Shenjtë fakt që po më udhëzonte edhe po më drejtonte tek tema e duhur, tek shtjellimi i duhur i ungjillit. Edhe sot kur e mendoj nga mbrapa them është e pamundur që të jetë urtësia ime, mençuria ime, ishte thjesht prezenca e Perëndisë në fakt që po e hapte atë rrugë, që po drejtonte këtë bisedë. Edhe ky është ai lloj konfirmimi në fakt që ndodh pikërisht nga Shpirti i Shenjtë, që të përgatit ty për shërbes, që të përgatit ty për të dërguar në mision. Para 2 muajsh shkuam, ishim në Amerikë, edhe aty ndëgjova historinë e një predikuesi famshëm me emrin Mordecai Ham. Unë si kisha dëgjuar më parë këtë emër në fakt, por si duket në Amerikë e njihshin gjithë. A ka ndonjë që e njeh Mordecai Ham? Ma mori mend se kush e njeh atë. Po ishte shumë i njohur në fakt i viteve 1800, edhe ky shkonte nga një qytet në qytet tjetër me këto tendat e mëdha, mlidheshin me qindra mijëra njerëz vetëm për të ndëgjuar këtë. Kaq i fuqishëm, zë i fuqishëm edhe ungjilltar i madh ishte. Edhe ndërkohë ai shkon në një qytet që quhet Charlotte, edhe aty është një fushatë e madhe. E janë 2 djem, 2 adoleshent që vinë edhe ndëgjojnë zhurmën e thonë po futemi pak brenda të këto tendat ndëgjojmë se çfarë po thot ky predikuesi. Sa futen brenda shikojnë që është plot salla, sa s'ka vend ku të shkojnë. E ndërkohë që janë bërë gati për të ikë, një vullnetar, ai që rrin aty te dera, një mik pric, i thotë, "Djema thot prisni", i thotë. "Prisni. Po kërkoni vend për ju të dy?" "Prit një sekond", thotë. Futet brenda, largon njerëzit, sposton vendet, krijon 2 vende të lira për ta dhe i thret ato 2 djem që të ulen tek vendi. Atë natë, në fakt, ky Mordecai Ham, ky predikuesi kishte një mesazh kaq të fuqishëm, në fakt, sa që të 2 djem, në fakt, vendosin t'i besojnë Jezusit në atë takim. Edhe njëri prej këtyre djemve, në fakt, e ka emrin Billy Graham. Tani, jam i sigurt në fakt që një pjesë e mirë këtu mund ta njohin Billy Graham. Është ungjilltari më i madh ndoshta
i këtyre kohrave moderne. Me mira njerëz, me miliona njerëz kanë dëgjuar ngjillin nga ai edhe kanë ardhur në besim. Kurse personi i dytë ishte shoku i tij më i ngushtë, në fakt ai që e ka shoqëruar Billy Graham pothuajse në për çdo fushat. Ti imagjino tani në fakt, tek ajo kush është heroi kryesor i kësaj historie. Nuk është Mordecai Ham, nuk është Billy Graham, por është ai vullnetari atje. Ai vullnetari në fakt që mori iniciativën e tha, për aq kohë sa unë jam këtu vullnetar tek dera, në fakt nuk do lejoj asnjë njeri me u largu pa e dëgjuar lajmin e mirë. Ky është heroi në fakt, sepse sot, në ditën e sotme, në fakt është e vështirë të gjesh një Billy Graham tjetër. Është e vështirë ndoshta të gjesh një Mordecai Ham. Por, si ai vullnetari atje, jemi gjithë neve në faktu. Edhe gjithë neve në fakt. Unë shpresoj që ne secili prej nesh e ka këtë barë, siç e kishin ata vullnetarët aty në fakt, që për aq kohë sa unë jam këtu te dera, nuk do lejoj asnjë person tjetër të largohet pa një gjuhë ngjillin, pa një gjuhë lajmin e mirë, pa një gjuhë për Jezusin. Krishtlindja po afrohet. Edhe unë mendoj në fakt që kohën e Krishtlindjes nuk ka ndonjë kohë gjatë vitit ku njerëzit janë më të hapur për me dëgjuar për lajmin e mirë. Nuk ka ndonjë kohë më të mirë. Edhe lutja ime në fakt, unë shumë shpresoj në fakt që secili prej nesh do mund ta shfrytëzojnë këtë kohë që në fuqinë e Shpirtit Shenjtë fakt të shkojmë edhe të thrasim njerëzit që të dëgjojnë për ungjillin, për lajmin e mirë. Sepse secili prej nesh fakt është i rrethuar nga një ambient me shok, miq që nuk e kanë dëgjuar për Jezusin. Po ku ka rast më të mirë në fakt se sa kjo? E t'i ftojmë të kjo kishë në fakt që ata të bashkohen bashkë për të adhuruar atë që sakrifikoi gjithçka për ne. Kjo është zemra e atij personit të dërguar në mision. Ky është ai gameri që është në fushën e Perëndis, duke thirrë e duke përmbush misionin që Perëndia na ka dhënë. Edhe në fund të ditës, në fakt unë shpresoj që ne do jemi ato që do themi ja, ku jemi? Na dërgon ne. Le të lutemi bashkë. Ati dashur, ne të falenderojmë që ti na ke transformu, që në një moment të caktuar të historisë, ti na ke tregu se kush je në të vërtetë. Falenderojmë Perëndi për këtë transformim që ti ke filluar në jetën tonë, duke na treguar edhe duke konfirmuar në forma të ndryshme se kujt i shërbejmë. Lutem Perëndi, na ndihmo Perëndi që të kalojmë përtej këtyre barrierave të vogla, përtej kostos që ndoshta edhe mund të na pengojnë Perëndi, për të menduar që ne jemi thirrë për të bërë shumë më tepër se sa mendja jonë na e kujton. Perëndi, na ndihmo ti Perëndi për të fokusuar tek mbreti i universit, tek cilit ne i shërbejmë. Edhe na ndihmo ti për të lënë gjithçka edhe për të shërbyer ty, që njësoj si Isaia të jemi të gatshëm të themi ja ku jemi. Na dërgon ne. Falenderojmë atë edhe një herë për këtë kujtesë që vjen nga shkrimi. Në emrin e Jezusit lutem. Amen.